Oficeri i FSK-s fiton 2 çmime prestigjioze në kursin e ushtrisë amerikane. Nën Toger Kushtrim Fasliu, oficeri i Forcës Sigurisë së Kosovës, është ndëruar me 2 çmime prestigjioze pasi përfundoi me sukses Engineers Basic Officer Leader Course, një nga programet profesionale të ushtrisë së Shtetit të Bashkuara për zhvillimin e oficerëve të inxhinierisë ushtarake. Gjatë kursit, pjesëmarrësit trajnohen në udhëheqje, planifikim, zbatim të operacioneve të inxhinierisë luftarake, ndërtimin e kapaciteteve mbështetëse, komandimin e njësive në mjedise komplekse operacionale. Falë rezultateve të shkëlqyera, Fasliu shpall Distinguished Honor Graduate, duke vlerësuar se oficerin ndërkombëtar me performancën më të lartë akademike. Ai mori gjithashtu dhe çmimin Iron Man Award, i cili i jepet pjesëmarrësit me performancën më të mirë fizike.